nivelet e Nuk besoj se është nepër. diktati nuk është gjithmonë për keq. Menaxhimi futbolli, sporti, menaxhimi me vite të gjata është ndryshe nga politika. Nuk po flasim se i bi që Alex Ferguson nuk e kam dëgjuar kurrë në asnjë media botërore cilësohet Fergusoni diktator. Duke se u kam marrë përballë. I vetmi në UEFA, unë isha 1 vjetor në Kongres, më i gjatë. Presidenti Lionit të ekipit futbollit Federat po themi, presidenti Lionit është privat mërbur, edhe vini etrin e mban 100 vite, po delegim pushteti, bravo i qoftë, sepse në 22 vite ka ditur ta mbaj, ka pas kundër Bujar Leskajn, Ylli Pangon na përjashtojnë 4 muaj me vendimet që mori. Ka pas ndjes pas Bashkim Finon, ka pas Erion Velin. Tani Merioni na fol pak. Zoti Shako Hoxha, ish kolegun tuaj. Se ka pas kundër Shakon, e ka pas rival. Unë po flas kundër pa politik. Shako nuk është në politik. M'fal. Siç ka pas kundër Shakon, ka pas kundër dhe Rudi Vasi, ka pas kundër dhe Fikalili. Kërkoj shumë ndjes. Te Shako mos ngacmon se e kam pas edhe kam mikë, kam pas shef, nuk do kam të them shumë respekt. asnjëra asgjë. Sinqerisht Ka kontribuar shumë që të jem ky që jam. Tani vazhdojmë tek dhe ka kontribuar për futbollin shqiptar. Erion Veliaj, për gazetarin, për futbollin s'ka pse të kontribuosh. Ka kontribuar për pjarizimin e futbollit shqiptar. Po, për pjarizimin po. Me Erion Velin, ka qenë pjesë e betejës, ka qenë aq e fortë betejë sa ka dalë. Shumë e fortë. Ka qenë shumë e fortë. Ka rrezikuar burgun Armando Duka? Nuk di të them sepse ne kemi qenë duke bërë punën tonë. Burg politik mos e. Ai ka rrezikuar shumë gjëra. Domthon ka pas një represion, i ndodhi ajo gjëja ke familja që i vendosën një sasi eksplozivi, represion ke biznesi vet, ka humbur shumë para. Sepse e ka sulmuar edhe tek biznesi, jo vetëm ato për